Stazhonimi i mishit nuk do të thotë thjesht të bësh një frigorifer e të vendosësh mishin brenda. Por çdo mish ka specifikat e veta. Mishi sodo do shikon është shumë i butë, shumë i ndjeshëm. Edhe tapa këtu, e pjesa përpara quhet tapa, është shumë e butë. Ne kemi lënë disa ditë në një frigorifer normal që në mënyrë të shkolloj pjesa më të madhe, por ka akoma hapësirë. Hapësira më lënë disa separata, ose me disa produkte. Rasti sot është me gjerë, por ne bëjmë edhe me vjan, bëjmë edhe me dy blete. Në mënyrë që të ruajmë nivelin e pH-it, pjesën e tapës këtu do ta mbulojmë me gjak. Në mënyrë që kontakti i bëj përpara me gjak. Mos kontaminohet mishi brenda. Po shikoni, tapa është bërë të shih me gjak. Don edhe dy shtresa të tjera po me gjak, edhe është gjithçka në rregull. Shuron freskinë, nivelin e pH-it edhe shihet. Faleminderit.